Si thot një dietar i madh, nëse i shihni varrezat, ju dukun gjithë të njëjtë. Thot mrena janë 3 kategori të njerëzve. Thot një grup i njerëzve janë, thot, dheu ja ka mbulu trupin. Dhe zbashku me trupin e tij janë varros historia e tij. Ka vdek para dite, mas dite harrohet, se s'ka lënë gjurmë këtë dunjë. Thot grupi i dytë i njerëzve, thot, ja ka mbulu dheu trupin, por se ja ka mbulu historinë. Kanë lënë gjurmë të këshia në dhe, mbi dhe. Dhe gjirollogaria e punëve të këshia hala e ka çelën në gjykimi. Dhe grupi i tretë i njerëzve janë ata të cilët ja ka mbulu trupin dheu, por se ka shly historinë, kanë bërë gjurmë të pozitive të punës së tij mbi dhe njerëzit flasin mirë, e kujtojnë për mirë dhe i shfrytëzojnë të mirat që ai ka lënë mbi dhe, e ai e merr shpërblimin për në botën e përjashme, po e ndërprej derisa ta fiton më të shtrenjtë të mundshme. Pra vëllezër të ndershëm, jeta kësaj bote është shansë. Është vetëm një faqe e bardhë që të është dhënë mundësia secilit për nesh me shënunet e pastaj faqja tjetër e kësaj jete është bota ardhshme. E atje më varet krejt se çka kemi lanë në jetën e bote, çka kemi bën në jetën e bote.